Edhe vërteta është gjërat nuk ndodhin rastësisht, sepse ashtu siç një martesë e mirë nuk ndodh rastësisht. Ashtu siç një punë e mirë apo e suksesshme nuk ndodh rastësisht. Është shkak pasojë. Ti punon, përkushtohesh, jepesh pas asaj gjëje, planifikon, investon edhe ndodh produkti. Shiko, me që po afrohemi te sezoni, sa student kemi këtu? Mos ta përmend sezonin. E di po, mas 2 javësh, apo ka fillu? Për cant. Jo glidhje ke gati po e mbaron dhe javë dhe sa i bie. Kur vjen te sezoni, ato dhjetat në sezon, a vin vetë? A vin vetë? Jo, është bërë një lloj planifikimi, është bërë një lloj pune, është bërë një lloj studimi, është bërë një lloj përgatitje, je munduar për ta, pa të vinë ato notat e mira. Tashi, ajo që na prish punë neve, kur vim te kjo të bëjmë një buxhet me terezi, është se ajo që na prish punë është se ne njohim një 2-13 që kanë arrit lek pa bo puniç. Edhe këto na e prishin terezi. Njohim ja 2-13, edhe Tirana ka të tillë, Shqipëria jon ka të tillë, edhe themi, shiko, edhe vërteta është, këto që i kanë bërë lekët kështu, këto bëjnë më shumë zhurmë. Edhe këto bëjnë aq shumë zhurmë nëpër media sociale, sa që ti thu, kështu që kanë gjithë. Ndërkohë që shumica që lodhen, punojnë, sakrifikojnë, nuk ndjen. Pse? Nuk kanë kohë më marrë media sociale, janë të punu. Edhe unë po them për këtë pjesën e shumicës, kështu që nëse do takon dikë që ka patur sukses në gjën që po bën në punën e tij apo në shkollën e tij, 10 vjet ta pyesish, "Ore, si ja bëre ti që dole kaq i Zoti? Si ja bëre ti që u dole kaq i zonja? Si u bëre ti kaq i suksesshëm herë ti?" Edhe të duket sikur ajo gjëja që ka arrit ai i ka ndodhur rastësisht. Edhe di ç'a do jetë përgjigje në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve ka qasa do të shohë dhe çuditshëm thotë, "Ç'a thot ky si dola? A diti sa jam lodh? A diti kur kam filluar? A diti ç'a sakrificash kam bërë unë për të arrit këtu në lidhje me punën time apo me financa apo ç'a do të gjëje?" Sepse është një farë planifikimi, është një farë mbjellje që t'japi frut. Nëse ti e nga katuni e di, po molle misër në ar, ç'a do korresh? Do korresh misër. Nuk do shkosh te ara dhe të lutesh, edhe mos ta ngulsh belin kurkun, vetëm të lutesh, edhe ti ke shtëpi, ç'a do ndodhi? Asgjë s'do ndodhi. Sepse Zoti ka vendosur parimin e mbjelljes edhe të korrjes. Edhe shkrimi thot, për sa kohë do ketë qiell dhe tokë, Zoti do ketë korrje, do ketë mbjellje para, pastaj do ketë korrje që i bie dhe shkrimi vazhdon, nëse mbjellim me kërcim, do të korrim me kërcim, nëse mbjellim me bollok, do korrim me bollok, që është shkak pasojë. Kështu që nxitja ime do ishe, nëse do që të bësh lek, edhe lek të qëndrueshëm, këto janë 5 parimet që do ndaj, edhe para është, mëso të bësh një lloj buxheti. Mëso të bësh një lloj plani në mënyrë që ta orientosh ti paranë se nga të shkoj. Jezusi i tha kështu, te Luka 14, vargjet 28, 29, 30, Jezusi i tha kështu, "Secili nga ju, kur do të ndërtoj një kull, të ulet më para dhe të llogarisë shpenzimet, që të shohë nëse ka mjaftueshëm për ta mbaruar, që vargjet më poshtë, që atëherë kur ti ketë hedh themelet, edhe të mos mund ta përfundoj të gjithën, ato komshit që e shohin, të mos fillojnë ta tallin duke thënë, ky njeri s'di matematik, ky ka ngel klas 4, ky njeri filloi të ndërtojë dhe nuk mundi të përfundojë sepse nuk bëri hesapet që në fillim. Prandaj kjo do ishte nxitja. Bëj një lloj plani, një lloj buxheti për financat e tua. Unë jam mundu t'i shmangim kësaj gjëje, sepse si kam qef numrat dhe detajet, e thoj, po kaq lek sa marr unë, kaq tive bëj hesapun. Edhe kur të marr më shumë, kur të kem një rrok tjetër, atëherë do ulem bëj buxhet. Edhe vërtet është, ore mbi një lekë se merr vesh ka iknin. Derisa u martova me Adën, që ka marru për ekonomi, financë, edhe që ka qef numrat. Shqyqër, sa mirë. Kështu që sa mirë edhe për ju tjerë që e një lidh me dike që për puna është, ora duhet me mësu. Nuk duhet me prit pa tjetër, a ka marru për financë, burri apo gruaja, është diçka, le ta mësojmë. Shiko, një pyetje me sfec. Kush është gati për këtë pyetje? Nëse ti, më ndihmoj çik, nëse ti do ishe menaxheri i tegut,
Nëse ti do ishe apo gjem në biznes tjetër, çfarë biznesi gjem? E mirë këtë tegu? Tekun themi. Nëse ti do ishe menaxheri një kompanie, edhe do e menaxhoje siç menaxhon paratë e shtëpisë, a do të pushoni nga puna? Apo do të marrin punë? Opa, mos u ndje, mos u gjë. Si po i menaxhon këtë gjëra? Bibla thot, ata që janë besnik me pak, do të besohet më shumë. Nuk thot, ata që janë impulsiv, ata që e bën vene rrumuj, ata që bën rrushë kumlla, ato do kenë më shumë. John Maxwell, ky burri, edhe kjo është lider i papam, thot kështu, e di çfarë do duhet ty buxheti? Buxheti leti tregoj parave nga të shkojnë. Jo të presish funin e muajit dhe të pyesësh nga ikën. Kështu që është, ja një varg i bukur, fjalët e urta 21:5, thot kështu, synimet e çdo njeriu në ICF. Synimet e njeriu të kujdesshëm çojnë me siguri në bollok. A që është i matur, që është i kujdesshëm, që bën një farë buxheti, një farë hesapi. Por ai që ngutet edhe i blen me 25 me rrogun, me 26 s'ka si lek, çfarë do ndodhi? Do të bjerë me siguri në varfëri. Ka shumë mënyra për të krijuar një lloj buxheti. Mënyra më e lehtë, e di cila është? Me çat. Futet e çati atje, unë marr kaq lek, burri merr kaq lek, ose nëse je vetëm, kaq bën qiraja, kaq bën kjo, më ndërtoj një buxhet mujor. Edhe më krijo dhe këtë, më ndihmo dhe për këtë, më jep dhe atë, edhe po s'të pëlqeu, thuj, ma rregullo dhe i çik. Derisa të krijoj një buxhet siç i përshtatet financave të tuaja, hyrjeve të tuaja edhe gjërave të tuaja, do të nxis shumë për këtë gjë. E para, sepse kemi ndamin, do shohim 5 parime nga Bibla që do na ndihmojnë edhe shumë nga ju që jeni të ri, imagjinoni, praktikoni që tani. Ju do bëni mas 10 vite, ju do bëni me shumë lek, edhe ne do ju kemi në kish. Edhe rini anxhi që do numërojnë ofertën, do lodhen, do kputen mes. Shiko, e dyta, a je gati për parimin e dytë? Parimi i dytë është kjo. Rriu larg borxheve. Ose e vështirë kjo. Ose e vështirë kjo. Rriu, e di pse? Sepse shkrimi për këtë thot, fjalët e urta kapitulli 22 vargu 7. I pasuri i bën zborin të varfrit, ashtu sundon mbi të varfrin. Dhe ai që merr hua është skllav, është shërbëtor i udhëdhënësit. Prandaj kanë bën ato fotot. Ishte një si zinxhir aty. E duket sikur borxhi zgjedh punë për një moment. Po ndërkohë ti po punon gjithë muajin për të la borxhet. Se ke marrja 2-3 këste kredije. I ke marrë dhe lek çunit dajës, i ke marrë dhe lek çunit hallës, i ke marrë dhe ca lek kolegut, edhe lek ti lodhesh, sa vjen rroga, shpërdahet, e zhduket. E duket sikur po punon për të tjerët, se gjithë kohës duke punu me lak të borxhet. Shok, po lehtësohet marrja e kredive. Po lehtësohet shumë marrja e kredive. E disa e lehtë ka përqenë, tash shumë shpejt po bëhet plani, e dëgjova në lajme, do jepen karta Mastercard, karta krediti shumë kollaj, veç kesh i rrog na Mastercard. E di çfarë thot Mastercard, ti mund blesh çat dush, kur dush në sekond. Ç'do thot? Do vi ditë për ta latë. Po se lave, ke komision, edhe ke gjë, do bëhet shumë e lehtë, akoma më lehtë do bëhet marrja e borxheve. Do bëhet shumë e lehtë. Po lehtësohet për ditë.